diaspora do ketë emra në listë, nëse do ketë në listën e sigurt apo jo, këtë unë nuk mund ta them. Sepse nuk është përfunduar lista e sigurt, nuk është përfunduar. Ka një moment, kam kuptuar, që do të jemi realist. Një forcë majore, tamam, rezo majore, që ndërhyn në listën e sigurt është koalicioni. Koalicioni përfaqëson, e them dhe njerë, minimumi 26% të zgjedhësve të Shqipërisë. Minimumi. Mundet më shumë, po më pak jo asnjëherë. Atëherë, pa diskutim që ata, ky koalicion me pothuaj 1/3 e zgjedhësve do ketë përfaqësimin në listat e mbyllura. Dhe ky pastaj ka një ky jep listës mbyllur një karakter pak më të veçantë. Zoti Dule, zoti Mediu, Paka shumë kjo është. 8 vende janë për alatën? Urdhë? 8 vende janë për alatën? 8 vende janë për alatën, po. Edhe në pyetjet fundit 8 vende sepse alatët, domethënë thash edhe një herë, kanë në rekordin elektoral kanë minimumi 26% të zgjedhësve në Shqipëri.